Para se me dhon shpirt Omer ibn Abdulazizi, i thot fëmijëve vetë një fjalë interesante. Andaj të ndëruar vëllezër, këtu janë dy porosi të mëdha për neve. Qysh po ja lam Allahun fëmijëve? Të ndëruar vëllezër besimtar, jemi dikun më pak se 80 vite nga vdekja e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe disa punë kishin filluar të dalin nga binarët, të cilët i vendosi pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i vazhduan shokët e tij. Saqë edhe pse ju ku shumë e gjatë kishte filluar të përhapej padrejtësia, edhe pse jo në mos të madhe. Pastaj zullumi, hajnia në një farforme ose korrupsioni me gjuhën e sodit dhe kishte filluar që administrimi i shtetit të lëviz nga binarët të cilët i ka vendos pejgamberi alayhi salatu wassalam me drejtësi, me korrektësi, me mirësi dhe me gjitha të mirat e tjera. Mirë po donë Allahu i lartësuar që her pas here këtë umet me dërgu njerëz, qoftë lider fetar, shpirtëror, qoftë udhëheqës politik, të cilët her pas here me ja kujtu ato që e ka nis pejgamberi alayhi salatu wassalam ose e kanë ndërtu dhe njerëzit e mirë e kanë pasu, dhe pikërisht Allahu i lartësuar në kësi rrethana që vetë se ka fillu mu përhap padrejtësia të këtu, e dërgon një njeri i cili po thuj se kthen lokomotivën pikërisht në binarët të cilët i kanë ndërtu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Vjen pra Omer ibn Abdulazizi, njëri prej udhëheqësve që edhe pse ka udhëheq me shtetin islam 2 vjet e 5 muaj, librat e historisë janë të mbushura, të stërmbushura me lajmet për to, sa që ka shumë ma shumë të shkruan për to se sa dikush që ka udhëheq më tepër se 20 vjet. Po pikërisht, men abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kanë e lënë për mbrapa puna e vet, për orde nuk e çon përpara. Do të puna është ajo që e çon njeriu përpara, dhe pikërisht puna këtë njeri e ngrit shumë lart dhe nuk ka libër të historisë që nuk është tregimi i tij dhe nuk janë veprat madhështore të tij të cilat i kalon edhe pse në një periudhë shumë të shkurtë kohore qeverisëse. Vjen të ndëruar vëllezër ky njeri i cili le që e kthen drejtësinë, edhe e kthen në farforme asketizmin, edhe e largon luksin e tepruar, edhe e largon keq menaxhimin e keq përdorimin e shpërdorimin e paras publike, po edhe shtetin, edhe drejtësinë të cilën e sjell, Allahu me ton sjell qetësi edhe sjell bereqet edhe në popull. Pikërisht 2 vjet e 5 muaj Allahu i lartësuar çon aq shumë bereqet për m'ju tregu njerëzimit se leje që Allahu çon bereqet me drejtësi kur gjykohet në tokë. Mirë po edhe nuk është e pamundshme me e kthy drejtësinë, sepse ja ky person ato që kishin dalë prej binarëve, ato punë që ishin çrregullu, ja i rregulloi edhe për një kohë shumë të shkurtë. E bereqeti i kësaj pune të ndëruar vëllezër, në pika të shkurta e përmendin dietarët se në vitin e parë të qeverisjes së tij, njerëzit të cilët kanë sjell zekatin në arkën shtetërore, pikërisht të njëjtit kanë ardhur në vitin e dytë dhe kanë sjell pasuri, edhe i thënë halifës merr zekatin ton sepse Allahu ka thënë me bollëk. Edhe e bjen njëri, e bjen tjetri, e bjen ai tjetri derisa i thot kujdesari i arkës shtetërore, i thesari shtetëror, thot s'kemi më ku me qu. Allahu sjell i bollëk, edhe Allahu sjell bollëk, edhe sjell bereqet nëse ka drejtësi. Për ndryshe pa drejtësia e humb bereqetin, edhe e sjell fukarallëkun. Edhe nuk ka mundësi mbrapa një fukarallëku, mbrapa një katrahure të jetës që e bojnë njerëzit me mashtrime edhe keq përdorime e ngrënien e pasurisë së tjetrit pa hak, nëse s'është sprovë për Allahut kjo, atëherë dije se mbrapa saj fshihet një padrejtësi e madhe, sepse kësaj gjendje i paraprin një padrejtësi që e ka bën me Allahun e lartësuar fillimisht robi. Mirë po, njerëzit të cilët nuk ishin mësuar në jetë të tillë, ishin mësuar në një komoditet, edhe një rahatlëk, me thonë, edhe pse s'është rahatlëk, po ishte pasurim i padrejtë, nuk mundeshin me përballu këtë jetë, sepse i barazoi të gjithë. Edhe tha nuk ka as djalë mreti, as djalë udhëheqësi, as djalë ministri, as familje ministra, të gjithë jemi besimtar, të gjithë jemi musliman, të gjithë jemi hisenik, të barabartë në thesarin shtetëror. I nivelizoi pagat, i barazoi të ardhurat, po secili sipas punës që e bën, dhe gjithashtu e konfiskoi edhe pasurinë e atyre të cilët ishin pasuruar në mënyrë të pandershme dhe nuk kishin
fakte se nga e kanë marrë atë pasuri. Mirë po një gjendje e tillë, njerëzit që janë mësu me keqpërdorime e me hajnia është vështirë me e përballu, edhe pastaj je banën planin që pas 2 vjet e 5 muajve vdes i helmum prej njerëzve që pritej me onë pushtet. Dhe Omer ibn Abdelazizi, i cili jetoi në kasullën e vet, nuk shkoi me jetu në pallatin mbretëror dhe shtetëror, jetoi me një pagë dhe të ardha shumë modeste, sikurse krejt të tjerë dhe nuk e pranoi pagën që ishte e caktuar për udhëheqjen e shtetit. Tash i erdhi momenti i shtrim në shtratin e vdekjes, edhe po i thot botës lam të mirë, por dhe vetëm në faj se solli drejtësi në tokë. Solli drejtësi dhe kjo drejtësi po i pengon të padrejtëve. Edhe Omer ibn Abdelazizi po e kupton se këto ja ka vot dikush prej njerëzve. Është helmu. Edhe e thirr shërbëtorin e vet i cili ka qenë përgjegjës për mja bëu ushqimin. Thot pse ma bëne këto? Se e kuptoi që ai helmin e ka vendosur në ushqim. Thot pse ma bëne këto? Thot ata që po pritet me onë për shtet, mi kanë dhënë 1000 dinarë dhe më kanë thonë se do të jesh i lirë sepse ishte rob. Edhe për ata e kam bërë. Thot Omer ibn Abdelazizi, i cili asnjëherë nuk ishte qenë i lidhur me jetën e kësaj bote, edhe të mirat e kësaj bote, thot mi sjell ato 1000 dinarë edhe vendosi në kasën e shtetit, në thasarin e shtetit, edhe iku hiç mu qafe mos të sheh unë as mos sheh kërkush. I falur i. Pastaj këshilltari i tij po i thot: "O dhësi muslimanëve, fëmin po i lën të vegjël, fëmin e vegjël krejt. S'po i lën kur gjo pasuri. Atë ja vlone prej pasurisë teme, sepse këshilltari ishte i pasur, atë ja vlon 1000 dinar." Thot: "Jo. Fëmijëve të mi thot, kam vendos kështu. Nëse janë të mirë, Allahu yatawalla as-salihin. Nëse do të bëhen të mirë, Allahu do të bëhet mik edhe kujdestari të mirë. Kështu si nuk humbin këta. Nëse janë ndryshe, nëse do të bëhen të këqij, atëherë nuk du m'ju lën pasuri me të cilën pastaj ata do t'i bojnë gjunohet edhe të këqijat e tyre." Dhe i thirr fëmijët e vet pastaj. Edhe fëmin e vegjël po vdes baba për shkak të drejtësisë që doshti me sjell, s'ka pasuri që kam ju lën, saqë e përmendin historianët që i ka pas 17 dinar të deponuar. Me ato dinar kur vdish një pjesë që fini edhe përgatitja për varrim, një pjesë është ble, pjesa ku është varros, edhe një 6-7 dinari kanë ndo fëmijët e tij. Omer ibn Abdelazizi po i thot fëmijëve të vet: "O biteni, po më dhimi që po ju lën kështu, të vegjël edhe pa parë, edhe pa pasuri. Mirë po unë mendova kështu, unë bëna një plan tjetër. Ai është se unë thash, ja me ju lën baba pasurinë juve, e unë me hin xhehenem, ja se juve me ju lën të varfër, që shto që jeni, edhe me i shpëtu xhehenemit e me hin xhehet, edhe mendoj që dhe ju nuk jeni dakord që me çu babën xhehenem. E kishte për qëllim që unë kam shumë më ju lën pasuri juve, mirë po ju pasunit pandershme, me marr mënyrë pandershme, ku shumë më ju lën. Mirë po unë çka i tham Allahut ditën e shkrimit. Kështu që ato që e kam fituar ndershëm që kjo është. S'ka diçka më tepër. Edhe pastaj dalin fëmia edhe dalin jashtë dhe mbetet vet, këshilltari i tij edhe gruaja thotë kemi dëgjuar të dera duke thënë marhaban bi wujuh at-tayyiba. Mirë se veni fytyrat e mira, që nuk jeni fytyra as njerëzve as gjinëve. Edhe pastaj e ka lexuar një ajet koranor i cili është ajeti i shpresës që përmend Allahu i lartësuar se njerëzve të mirë Allahu ka përgatitur për ta shumë më mirë në botën tjetër se sa këtu, edhe kuptojnë që këto janë melaçe të cilët kanë ardhur jam shpirti. Të nderuar vëllezër, deri këtu përfundon ky tregim shumë i shkurtër. Mirë po unë po dua me nxjerr domësime të mëdha për këtë tregim se Allahu jo rastësisht e dërgoi këtë person. Kur po thamë dërgoi nuk është që e boni pejgamber, mirë po Allahu e solli në mesin e njerëzimit, boni që të lindë një njeri i tillë të duket një njeri i tillë që me sjell shembull se edhe pse devijon drejtësia, edhe pse devijon forma e jetuarit në tokë, ka mundësi me e kthy dhe mundet me dalë dikush i cili e kthen. Mirë po mësimet e mëdha që mundemi me marr për këtë tregimi, po i përmendi shkurtimisht. E para, drejtësia është kriter me të cilën Allahu i lartësuar sjell bereqet dhe sjell bulluk. Sikurse e përmendin dietarët se Allahu i lartësuar në pushtet ja zgjat jetën në tokë nëse është i drejtë dhe nëse është pabesimtar. Për arsye se Allahu ka kërkuar që drejtësia pas në tokë. Edhe përderisa ka drejtësi në tokë, jeta vazhdon mirë, edhe vazhdon me komoditet edhe secili e ndin veten më mirë. Përderisa thot në pushtet i cili është i padrejtë, Allahu ja shkurton jetën edhe nëse është musliman. Dhe nuk ka mundësi mu përhap fukarallëku, mu përhap skamja, mu përhap trazirat, vetëm se ka një zullum i madh që fshihet prapas. Një zullum të cilin
duhet njerëzit secili me hisën e vet që e ka me kontribu për me largu. Mësimi i dytë të nderuar vëllezër është se Omer ibn Abdulazizi, ky njeri i madh, ky burr i madh, po e ka derë se qysh po ja ulen Allahun fëmijëve vet. Po vdes, edhe na të nderuar vëllezër, ne ditë kemi me vdek. Kemi me ja kthy shpinën kësaj bote dhe kemi me lënë dikan mbrapa. Kemi me lënë fëmijë, të cilët ndoshta kanë me qenë preokupimi më i madh i joni se qysh po i lën. Mirë, po nuk është vetëm qysh po i lëm, po qysh po ja ulëm Allahun atyre. Apo i lëm të hasmum me Allahun, apo i lëm mirë me Allahun e lartësuar. Na po i mshelim sytë dhe po shkojmë botën tjetër. Çu kemi lëm fëmijët e tonë? Ai kemi u rrit me pasuri haram, ajo kemi lën pasuri haram, ajo kemi lën zullume dhe padrejtësi të njerëzve të tjerë që ja kemi bërë dhe pastaj ata kanë me i vujt këto pasoja, edhe kanë me qenë hasmëri me Allahun e lartësuar, apo i kemi ushqy halal, ju kemi lën pasuri halal, i kemi rrit me halal, edhe i kemi edukuar me halal dhe jetojnë me halal, edhe ja kemi lën mirë Allahun e lartësuar. Po çish pja ulën Allahun e lartësuar fëmijëve dhe pasardhësve tonë, kjo është shumë një dert i madh që duhet me bëjë secili. Derti i dytë, qysh po ja lëm fëmijët tonë me njerëzit? Apo i lëm njerëzit të hasmum, a kanë hasmëri, apo po ju lëm me qasi, edhe po ju lëm dyrë të hapur tek njerëzit fëmijëve tonë. Sepse para se me dhon shpirt Omer ibn Abdulazizi, i thot fëmijëve vetë një fjalë interesante. To bitemi, unë sikum lëm parë, sikum lëm pasuri, vetëm se kado që shkoni, ku është pushteti ynë, kudo që hini, nuk ka familje që hini në ta vetëm se keni me pas derën qelë, se ja kumlom dy qelë. Ta në kompunu që ashtu që me ju prit gjithë kushi, kudo që shkoni, bita Omer ibn Abdulazizit, ordnoni mirë se veni. Ta në ja kumlom dy qelë, s'kumlom pasuni për ja kumlom dy qelë. Ndërsa e përmen Sulejman ibn Muqatil, një hoq, i cili hin të Gjafar Mansuri, një halife, pasi që bjen pushteti, edhe dinastia e Mevidve, ngritet dinastia e Abasidve, edhe ky Sulejman ibn Muqatil po e këshillon Gjafar Mansurin, edhe po i thot, o udhëheci muslimanëve, po tregoj diçka interesante. Edhe i tregon Omer ibn Abdulazizi kur ka vdekur të kalon 17 dinar, edhe me ato është përgatit kufoma e tij, qefini, varrosja e kret, edhe fëmia e tij a e kanë ndoka një qerek dinori apo jo. Mirë po thot, kom arrit të tonë që me imri janë bo burra fëmijët e Omer ibn Abdulazizit. Edhe kom po që njoni prej tyne për një ditë, ose mërena ditës, i ka dhonë 100 kual në rrugt Allahut, fise bideja. 100 kual, për atë kohë të ndëruar vëllezër, kanë qenë sikur se sot me i dhonë 100 kerët. Por që ka shumë pasuri, Allahu ju ka që, për arsye se Omer ibn Abdulazizi ja kalon Allahun mirë, dhja me ti, dhe nuk i kalon hasmeri me Allahun e lartësuar fëmijëve. Por derisa thot, ka ndodhur thot, e kam rrinë që djali i Hisham ibn Abdul Malikut, një halife tjetër, i cili thot, kur ka vdek sicili djalë ja kalon ka 1 milion dinar. Elf. Kështu i thot. Mirë po thot, e kam rrinë thot, ka orë koha kur njonin prej djemve ti e kom po duke lyp lëmosh në treg. Pse të ndëruar vëllezër? Për arsye se ai kalon 17 dinar të halalit, ndërsa ky kalon miliona për të haramit, me cilët përveç që ka qenë i hasmum me Allahun e lartësuar, ka qenë i hasmum edhe me njerëzit. E kështu që qysh po i lëm fëmijët e tonë me njerëzit? Qysh po ja vlom raportet e tyre? Pse na me ja umojt gjithmonë të fresta dhe mjari për tri hasmërit që i kemi? Edhe sa herë të flasim me ta, filonin e ka bo kështu, na gjithmonë kemi pas hasmëri me ata kur nuk ne kanë dësht mirë, edhe këta pastaj fëmijët e tonë, në vend që mu shujt, edhe mu rafshu këto hasmëri, edhe këto nga të rejsa, fëmijët e tonë i trashëgojnë nga të rejsa të cilat i kena pas në shtatë pa kuptim të me njerëzit. Pse me i lëm këtu? Pse mos me i lëm fëmijëve tonë dyrë hapur tek njerëzit? Por kudo që ju bjen puna, po këndo që kanë nevojë me i pas dyrë të hapura. Andaj të ndëruar vëllezër, këto janë dy porositë të mëdha për neve. Qysh po ja lëm Allahun fëmijëve të hedhrum, të kënaqur, kujdestar, apo që ja ka kthy shpinën? Na këto mundemi me vendos. Bosta asaj që e përmend më herë, edhe qysh po i lëm njerëzimin me fëmijët e tu. Parefisin, shoqnin, rrethin, qysh po ja lëm fëmijëve tonë? Hasmum, me hasmeri, me probleme, me telashe, apo çdo derë do ta kenë të hapur, këto e vendosëm na, edhe këto e kemi obligim na me bë. E kemi obligim për Allahun e lartësuar fillimisht, sepse duhet mos sjell mirë dhe duhet me punu mirë. Po e kemi obligim edhe fëmijëve tonë që edhe me ushqy halal, edhe me rrit halal, me eduku halal, po edhe mos me ulon nga tërresa me të tjerët as sa kemi mundsi. Allahu na i përmirësoj gjendjet tona. Allahu na bëft shkaktar për të mirë, na bëft që me i rregullu fillimisht raportet e tona me Allahun e lartësuar, pastaj me ulon raportet të mira dhe pasardhësit tonë me Allahun edhe me njerëzit, dhe me shpëtun këtë botën tjetër, apo më sanetum, wastaghfirullahi li wa lakum.